Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. E tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodhë për 24 orë në këtë histori dashurie midis jush? Pra çfarë do të ndodhë brenda 24 orëve në këtë histori dashurie? Çfarë gjërash do të ndodhin? Jeni një person shumë pozitiv që doni të ndihmoni njerëzit në përgjithësi. Keni një lidhje të fshehtë me këtë perandore. Bë pyetjen, çfarë do të ndodhë midis jush? Jeni një person shumë human. Human edhe nga pjesa e botës shpirtërore, por human edhe nga pjesa e bollokut. Juve ndihmoni njerëzit në nevojë dhe ashtu ju kthehet karma. Një person shumë i drejtë. Çfarë do të ndodhë për 24 orë? Jeni fokusuar shumë te puna, do ndodhin mrekullirat e pjesë të punës, ëh? Ashtu si kërkoni punën, do t'ju vinë moneda, do të rrjedhin këto moneda. Dhe do të keni një dashuri dhe një pasion të ri në jetën tuaj. Brenda 24 orëve, ju do vini një histori e bukur dashurie. Kush është single, kush është i lirë. Pra do të vi një histori e bukur dashurie. Kurse kush është në lidhje, kjo histori do të forcohet. Do të ketë një pasion të fortë, një lidhje emocionale të fortë dhe do të keni një pjesë tek puna, pra një lajm të mirë te pjesa e bollokut, te pjesa e monedave. Jeni në botë, suksesin e sigurt e keni në botë, keni gjetur paqe me femrën tuaj të zemrës, sepse kjo është një femër që ju sjell gjithmonë paqe, ju sjell qetësinë, harmoninë dhe ushtari monedës më tregon që kjo historia juaj që është tashmë dhe historia e re që po vjen brenda 24 orëve do të jetë një histori e sigurt, sepse kalorësi i monedës më tregon siguri në këtë histori dhe do të ketë një sukses në vazhdimsi. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm? Me gërmën F, me gërmën L, me gërmën G, E, T, Z, H, me gërmën Q, me gërmën Ñ, me gërmën Gj, gërmën F, Gj, R, me gërmën J, L dhe me gërmën Y. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me ujori, me binjakët, me Shigjetari, peshore, me demin, me akrepi, me dashin, me gaforen dhe me britjapin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.